të gjitha rrugët e Prishtinës do t'jenë dykoshe. Ato objekte cilat te në katin e saktuar kanë pas leje ndërtimi do të legalizohen me automatizëm. Plani jam për zhvillimor për zhvillimin e qytetit të Prishtinës bazohet në 17 pika, 3 nga ato janë shtyllat kryesore. E para është të gjitha rrugët e Prishtinës do t'jenë dykoshe. E dyta është legalizimi i objekteve pa leje. Të gjitha ato objekte që kanë pas leje ndërtimi te në katin e saktuar, po për shkak se ndërtuesit nuk i ka dalë fitimi i paramenduar, ka vazhduar për 3-4 kate, ai objekt llogaritet si pa leje. Do me thonë, ato objekte cilat te në katin e saktuar kanë pas leje ndërtimi do të legalizohen me automatizëm se është kompetencë e komunës ekskluzive. Edhe shtylla e tretë, në cilën bazohet programi im, është mbeturinat. Gjatë mandatit tim do të mundohem që t'i blej aksionet e kompanisë pastrimi dhe kompaninë ta kthej 100% në pronësi të komunës. Nëse nuk arrit t'i blej ato aksione, atëherë do të vazhdoj t'i përdor shërbimet e tyre deri në momentin kur unë do të arrit t'a krijoj kompaninë 100% komunale. Ndërsa pika tjera janë arsimi, shëndetësia, infrastruktura e kështu me radhë.